Ma tregoj boksën. Një pyetje? Edhe këto e kam një shoqë kjo holandeze. Okej. A është e dashura ju gruaja? Jo, kjo është motra e grus. Okej, super. Çish mi duket? Përshëndetje, jemi për emisionit 05. Dashur më ja bëni pyetje. Urna. Pishohën femra të reja sot të e bëni jetë lukse me rrugat Kosovës. Çfarë mendoni ju se është një pyetje? Nuk kam kur fare ideje për atë punë. Unë nuk jetoj këto, jetoj në jashtë. Mirë po, në mënyrën se si isha ato, janë rregull. Jeton jashtë shtetit. Në cilin shtet jetoni? Holland. A e vini këtu vetëm për pushime? A vini shpesh? Vetëm për pushime jo shpesh. Me çka mireni atje në Holland? Unë jam IT. Po. Kur po vini këtu në Kosovë, sa shumë po shpenzoni? Po varet, vetaj prej kom marrë disa holandes këto, familja holandeze. Edhe rrim këtu ka 5-6 ditë, edhe tani harxojmë sa kemi. A ju pëlqen këtu në Kosovë? Po, kom qenë gjatë kohë, në Prishtinë, Tanante. Çfarë mendimi po kam për Kosovën? A e kam prit mirë? Shumë janë të kënaqshëm, që edhe këto e kam një shoqë kjo holandeze. Okej. A është e dashura ju gruaja? Jo, kjo është motra e grus. Okej, super. Çish mi duket? Hub vind je hier. Heel leuk. Heel leuk. Shumë mirë pi duket. A ju ka thonë që ka marrë prapa, është hera e parë për ta? Po, kjo është hera e parë për këta. E kom marrë edhe disa tjerë, se sa ardhi marrë holandes me veti. A ka thonë që ka marrë përsëri këtu në Kosovë? Po, natyrisht, këta bile kanë qëllimin për me bën këto pushimet. Do më thonë, vinë këtu e tani marrin një auto dhe pastaj shkojnë anës tjera. Marrin kene në rëndë. Kosovën ma bukur. A ju duket Kosova shumë ma ndryshe se atja njerëzit apo ju pëlqejnë, apo sillen mirë? Kosova ka një qetësi, ka një qetësi shpirtërore. Edhe njerëzit që i marrën për atje jetë, kur vinë këtu, ata janë çlirum, janë shkëlqejnë, zhvillojnë. Ku po reni ma shumë këtu në Kosovë? Po në Ferizaj, se në Ferizajtja. Apo keni ndaj vend ku po reni ma shumë me familje, ndaj restorant, ndaj vend ku pe kaloni kohën? Janë disa restorante, disa tipe që ne kam thonë, të Apollonia këtu në Ferizaj, unë kam edhe ata si familje. Edhe pa marrë parasysh çdo risigje është këtu, apo kupton një restorant i bukur apo një diçka thjesht, se me thjesht na jemi mësuar me thjesht atje. Na jemi të kënaqur me një shoqëri aty, jo restorani nuk ka lidhje, vetëm nëse është ushqimi i mirë, atë është mjafton. Shumë që e ke shpenzu mas shumë ti në Kosovë. Vetë mujna me thamë asi kjo ardhe dhe me mysafere. 2.000-3.000, afër. Në mujtë, njaftë? Jo, mrena 4 ditë, 5 ditë. Mrena 4 ditë, 5 ditë. Se merë kerën këto, e merë gjitha, opton. A po mendojnë që është një shumë e volitshme tamam për Kosovë? Momentalisht është një shumë e volitshme, ma vonë po ma ndryshe. Se edhe Kosova po zhvillohet, do më thonë edhe çmimet rritën, standardi i jetës edhe këtu është të rritë. Do më thonë, pa më së parasysh, kur të vijë në vitin e arshëm, ose një javën e arshëm, ose mas mujtë, prap ndryshojnë çmimet, dhe kështu që çmimet janë danë... Pa një të gatshëm për çka do që ndryshojnë, jo... Po si këtu si atje unë, njajtë. Unë jem njeri thjesht, nuk jam njeri që marrë një kërë të, shka po di, unë shumë të shtrejt me orë këto vesh për me të regu se kam kërë. Unë e vi kështu i thjesht, sëkur ju, sëkur gjithë. Zakonisht pishohëm qashti që po vinë me kere shumë shtrajta, shumë loks. A mendoni që është e vështirë edhe për ta mi bua atje jashtë shtetit? Unë jam masë i sigur se ata që vinë këtu, ata hoazojnë kere atje, edhe vinë, si me thujna popullorë që këtu fryhën. E ajo shumë gabim, se mendojnë se rinia këtu, mendojnë që ku më di se qka është atje. Standarti jetesës këtu, Kosovë, është i njëjtë sikur standarti jem atje. Vetëm ndryshimi është, kur të vijën për atje jetë kam para ma shumë, krasi me Kosovë. Apo mendojnë që po ndikohen rinia shumë prej tjashti që po vinë? Po, absolut. Cili shko mesazhi që ja u këshelon tjashti? Unë e kësha dhënë tjashti me ardhë, me qenë njerëz tjerë sikur janë këtu. Se nuk kemi kufar nevojë mi tregu dikujna se kemi pasuri apo s'kemi. Se edhe këtu kanë pasuri, bile këtu kanë ma shumë pasuri se atje. Se këtu i ki gjitha gjonat, apo këton e ki dikush edhe e ka dhe fshatë edhe ka dhe ato ushqimin e vetë edhe disa gjona. Këtu bile ma shumë unë njeri me kursy se jashtë. Jashtë kushton çdo gjonë. Shtëpia,
burlogu, toaleti, gjitha ato kushtojnë të na. E ju, a keni mendu me u kthy në në Kosovë? Unë s'kom mendu se unë e kom kriju familjen, atje kam ble shtëpinë atje dhe për atë arsye atje jetoj. Mirë, po unë mendoj se secili person që del jashtë do të jetë ambasadori i Kosovës. Domethënë në atë mënyrë që me prezantu Kosovën sa më bukur atje jashtë. Mos me bë pislaqe, mos me bë kriminalitet, mos me bë, kupton, me hi në për organizata. Kom qenë në organizata humanitare dhe atje kom punu. Kur s'kom pas punë, kom punu në organizata humanitare. Tani jam IT që 25 vjetë dhe punoj punën time. Kupton. Faleminderit shumë. Kalofshim.